tjetrit, dhe më pas operacioni që është bërë, pavarësisht është pretenduar dhe pretendohet që është për shpëtimin e pilotit. Është një operacion i planifikuar më përpara për të hapur një fushë ulje në afërsi të Isfahanit dhe ajo ku ka ndodhur ky operacioni është diku rreth 27 kilometra larg vendit ku mendohet që mbahet një pjesë e uraniumit, pra jo gjithë uraniumi. Dhe sipas deklaratave të Rafael Grossit, i skenuar shpëtimi i pilotit? Është shfrytzuar kjo arsye. Okej, është shfrytzuar. Dhe sepse sipas deklaratave të Rafael Grossit, me datë 26 shkurt, pra 2 ditë përpara, përcaktonte dhe thote që në një nga bunkeret të afër Isfahanit, pikërisht një nga këto bunkeret që janë aty, i bie 27 kilometra larg kësaj pistës. Kjo ka qenë një pistë e vjetër që përdorej për avionet e spërkatjes në Iran, në Isfahan. Pra nuk ishte se ishte e UB pistë tashmi, ka qenë pistë toke, kështu argjil, nuk është se ishte pistë e shtruar. Dhe një pjesë e këtij uraniumi, sipas Grossit, ndodhej këtu. Pra nuk përcaktonte sasin, po një pjesë është e futur këtu. Dhe normalisht që vendosja e këtyre avionëve, pra sepse kemi fuçuarjen e forcave dhe në aspektin e shpëtimit, sasia e forcave të çuara nuk përputhet me një operacion për të shpëtuar një pilot. Pra çfarë do lloj grade që të ketë piloti në këtë aspekt. Sepse 2 avionet transportues që kanë vajtur C-130 Hercules, pra mbajnë secili nga ata nga 60 persona të forcave speciale, përfshi edhe helikopterët që kanë qenë brenda në to. Pra një kompani nuk shkon për të shpëtuar një pilot. Është jashtë çdo lloj koncepti, sepse në rast se çon një kompani për të shpëtuar një person, atëherë ke tërhequr vëmendjen dhe atë person nuk e shpëton dot. Pra grupi që shpëton është shumë grup i vogël. Normalisht bëhet fjalë për forca speciale, pra nuk kemi të bëjmë këtu me gjëra të tjera, bëhet fjalë për pjesëtarët e elitë, sepse Shtetet e Amerikës kanë disa struktura të forcave speciale, po më për ato me elitë. Dhe gjithë operacioni ka qenë për krijimin e një baze ulje. Pra, ka që letë është ta krijosh dhe këtë bazën e uljes? Se është zgjedhur ajo, sepse po të shihni terrenin kur zgjedhur atjo, kjo pista ndodhet ndërmjet 2 kodrave tepër, sepse nuk janë male, po janë kodra të mëdha. Dhe në rast se ti arrin ti marrësh nga ana strategjike këto 2 kodra, pra arrin të mbulosh komplet terrenin që të mos vinë forcat e tjera për ta marrë. Dhe në rast se ti e bën këtë si pikë zbarkimi, atëherë duhet që të zbarkosh, sepse për të hyrë në këtë pikën e Isfahanit, do duhet të paktën mbi 1000 veta edhe disa orë që të punosh atje për të nxjerrë ato, sepse nuk mund të nxjerrësh me 100 veta, pra është e pamundur që të sulmonin këtë pikë. Thjesht po përgatisin terrenin për ardhen e forcave tjera. Por këtu kemi atë pastaj vim të nënvlerësimi, sepse Irani funksionon, mbrojtja e Iranit funksionon siç funksiononte mbrojtja në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë. Pra ne kishim përveç ushtrisë rregull, kishim edhe forcat vullnetare. Dhe Irani ka forcat vullnetare që funksionojnë të parat. Dhe gjithë përplasja ka qenë në fillim me forcat vullnetare, nga fillimi pothuajse deri në fund. Forcat basish janë forca vullnetare që ndodhen në terren dhe janë të parat, të cilat arrin ta bllokojnë desantin, çfarëdo lloj niveli që të jetë, çfarëdo lloj desanti, qoftë ai ajror, toksor ose diçka tjetër. Po pse Trumpi kërcënoi gazetarin që ka nxjerrë informacionin për planin e operacionit? Çfarë ishte kjo? Unë nuk di se çka ka nxjerrë gazetari, por aktualisht televizioni iranian po të shohësh ka dhënë filmimet e avionëve të shkatëruar dhe në gjithë këto operacion kanë humbur, në gjithë këto operacion që nisën, mjetet ajrore të humbura janë 12 copë. 12 copë për të shpëtuar një njeri? Për të shpëtuar një njeri. Dhe kjo është një veprim taktik, pra si operacion në niveli taktik, por që ka sjellë një humbje strategjike në këtë aspekt. Sepse çfarëdo lloj plani që të kenë pasur, ka dështuar totalisht në aspektin strategjik. Pra në rast se ti pretendon që të krijosh një territor për të sjellë trupa më shumë atje brenda, për të bërë një operacion akoma më të madh të nivelit strategjik, sepse marrja e uraniumit është operacion në nivelit strategjik, e cila do t'i mbyllte luftën dhe do të gjente atë, do t'i jepte Trumpit arsyen e daljes, pra thoshte ne e morëm, ai sa do gjente 1, 2, 3, 4 pllaka, sa ato janë në pllaka dhe thoshte ne dolëm, e morëm për ne mbaroi lufta dhe e mbyllte. Pra mos realizimi i këtij operacioni strategjik është humbje strategjike aktualisht për Shtetet e Amerikës. Sepse qëllimi i vërtet thua ti nuk ka qenë shpëtimi i pilotit. Ti të humbasësh pra 12 mete ajrore, pa llogaritur këtu që ka pasur edhe të vrarë nga ana e forcave amerikane, normalisht të vrarët i kanë marrë dhe nuk e di kush sa janë numri të vrarëve. S'dihet kush se sa janë, ka dhe të vrarë. Absolutisht ka të vrarë dhe të plagosur, sepse kush e thot këtë, apo nga filmimet që kanë dalë? Shiko, mjafton të shohësh filmimet që kanë dalë të avionëve atje që kanë mbetur të shkrumbuar, pra kanë shenja armësh të gjuajtur, pra dhe janë bërllaf për armë të artillerisë kundërajrore deri te 14.5 mm, pra nuk bëhet më të mëdha sepse llojet e armëve, kështu që ti kur godet me atë artilleri, absolutisht
Ka edhe të vrarë. Ka edhe të vrarë, mendon. Sa kompleks dhe i rrezikshëm është një operacion i tillë brenda? E shoh pak ndryshe, edhe ta ndajmë në gjykimin tim në dy pjesë. Pjesa fillimisht vetë operacionit, çfarë do thotë operacioni, dhe dyta çfarë po ndodh media. Paktën me çfarë është raportuar në media, sepse askush nuk ka asnjë informacion dhe në gjykimin tim me përjashtim të lajmit që ka komunikuar zyrtarisht komanda CENTCOM që thotë operacioni ishte i suksesshëm, mendoj unë që çdo gjë tjetër që aludoni për media janë pjesë e propagandës mediatike të luftës. Sepse operacionet tilla nuk disclose, pra nuk dalin informacione. Piloti i cili ra në territor armik, në territor iranian, ishte gjëja më e vlefshme e Amerikës dhe Iranit. Pse? Po sepse Irani do donte ta merrte peng, do donte ta kapte më patjetër si rob lufte, sepse do kishte një negociat shumë të fortë. Nuk ka që negocion sot. Në kuptimin përballë drejt për drejt Amerikës, po duan për negociata, po të kenë ato willin për të ulin Irani s'po kërkon negociata këtu. Por, kapja një piloti amerikan do të kishte një armë shumë të fortë Iranin. Nga ana tjetër, Shtetet Bashkuara të Amerikës, lënja e piloti amerikan pas vijës frontit, pra në territor armik, ishte një demoralizim i jashtëzakonshëm për trupat. Okej, dhe për tjerë. Dhe prandaj në gjykimin tim është bërë një propagandë i jashtëzakonshme, duke treguar dhe skenar filmash, për metodët dhe detajet e operacionit. Operacioni vetvete është totalisht sekret dhe ecë me parimin no man left behind. Pra asnjë njeri i lënë bras. Dhe jo një kompani mund të harxojë dhe një batalion, mund të vritet dhe një batalion për të shpëtuar dhe një person. Sepse ky është koncepti i operacionit i njerëzve, i ushtarakëve të cilët ngelen në propagandën kundërshtarit. Kjo është në një skenar ideal normal, po në rastin e Iranit unë nuk mendoj që kjo vlen. Amerika po përpiqet pikërisht do zoti të merret dikush rob, por nga ana e Iranit për sa kohë ka leva është fuqishme ekonomike, qoftë le të themi limitimi i kalimit, ai quajmë apo kontrolli i ngushticës së Hormuzit, por edhe goditja që i bën vendeve të gjirit, mendoj që kapja rob si në rastin e konfliktit Ukrainë-Rusi për shembull nuk mund ta vlerësosh në rastin e një pilot amerikan me flamujt amerikan i marrë. Po, prandaj Amerika po përpiqet që të shkojë në këtë skenar, po Irani nuk mendon nuk shkonte ta shpëtonte. Po ka nevojë edhe për këto skenare. Ato që tha tani në lidhje me krijimin e terreni për mundësinë le të themi zbarkimit desantit apo jo. Si terren jam dakord me çfarë tha tani sepse është një terren i cili e lejon. Në aspektin ushtarak, unë nuk mendoj që ky ka qenë një operacion i tillë për të krijuar një pikë zbarkimi të forcave kombësore, sepse akoma e një, domethënë, nëse do të kemi speciale, jo komisar. Forcave speciale, prapë forca speciale do ishin. Dakor, pra, forca speciale nuk kanë, në forca speciale nuk do shkonin me avion me s'kan me çfarë shkojnë tjetër aty. Patjetër, po nuk do shkonin me mjete aq të për inteligjencë, një përpjekje për inteligjencë, për të përpjekur për të marrë informacion më tepër. Po nuk mund të shkojnë me mjete aq të dukshme. Pra, operacionet e forcave speciale janë në grupe shumë të vogla, ti di shumë. Po sepse ai mjet C-130 është i vetmi që transporton helikopterët e forcave speciale. Pra njëri nga ta mban 3 copë brenda, nga ta të veçlit. Jo domosdoshmërisht sepse nuk po transporton nga Atlantiku, po transporton nga Kuvaiti ka transportuar, se baza nga cila kanë vepruar sot Irani ka goditur me dron. Me një ndërhyrje ose me një ide për ndërhyrjen të forcave kombësore, do duhesh që të planifikohesh shumë mirë dhe do të ishte më publike, do ishte do bëj më shumë publike si presion mediatik, se sa në realitet ushtar në territor. Okej, pra s'është ky rasti. Në gjykimin tim. Në rast se kishte dalë suksesshëm, kjo mediatik, kjo edhe aty i fundi vende luftës, doli suksesshëm, prandaj nuk absolutisht dështuani pra mënyrë. Në gjykimin tim. Mentor, çfarë tregon ky operacion për nivelin e